إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Lutjet tona dhe adhurimet tona ja dedikojna madhnisë Allahut. Allahun e falendrojmë, prej tij falje dhe rahmet kërkojmë. Ai meriton të lutet, ai meriton të madhrohet. Kemi ardhur në këtë kohë ku pranohen lutjet e besimtarëve, e lutim madhninë Allahut që Allahut na fal dhe të na mëshiron. Allahut na ban nasib Jannatul Firdausin ya Rabbal Alamin dhe të na ruan nga zjarmi i xhehenemit. Allahu nasib na bëft shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në atë ditë ku nuk ban dobi askush tjetër pos shefati Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam për ummetin e tij. Amin. Xhamati ndershëm, koha është me shi mesazhi i një ajeti të Kur'anit. Thot Allahu në Kur'anin famlar: "Fala takhshawhum wakhshawni in kuntum mu'minin." Pas luftës së Uhudit zbriti kjo ajet, tha mos keni I hini friga disa njerëzve, dhe tha Allahu në Kur'an mos keni frikë ata armiqtë e Zotit, wakhshawni, po keni frikë mua nëse jeni besimtar. Pyetja është, a kemi frikë Allahun ashtu siç meriton? Njeriu sot, një kategori e njerëzve kanë frikë për ardhmërinë. Një kategori e njerëzve kanë frikë për ekonominë. Një kategori e njerëzve kanë frikë nga luftat. Një kategori e njerëzve kanë frikë nga hasmi. Një kategori e njerëzve kanë vezvese të ndryshme dhe frika të ndryshëm. Mungesa e frikës në Allahun prodhon çdo lloj tjetër frike. Prandaj kush don me shërrënjos frikën e çdo frikës tjetër të dynjas, le ta shton frikën ndaj madhnisë Allahut. Allahu thot: "In kuntum mu'minin." Në ajetin tjetër thot Allahu në Kur'an: "Yakhshawna an-nasa ka khashyati Allahi aw ashaddu khashya." Ka njerëz yakhshawna an-nas ka khashyati Allah. Njerëzit kanë frikë. Njerëzit më shumë se edhe Zotin, naudhu billah. Ka njerëz që kanë frikë nga pushteti, ka njerëz që kanë frikë nga zullumi, ka njerëz që kanë frikë nga varfëria, siç e përmendëm, mirë po më së pakti ka frikë nga Allahu. Prandaj çelësi I suksesit për me hyrë në xhennet është frika ndaj madhnisë Allahut. Çelësi I bereqetit në dynjat, frika ndaj Allahut. Frika ndaj Allahut prodhon një vlerë shumë të madhe, të jep siguri në dynja dhe xhennet në ahiret. Allah I nasip na boft. Frika e vërtet ndaj madhnisë Allahut t'jep guxim dhe bindje me jetu si musliman në këtë dynja. Frika ndaj Allahut t'jep qëndrueshmëri në këtë dynja, të ban stabil, dhe frika ndaj madhnisë Allahut t'jep besnikri. Kjo fe prodhon vlerat më të mëdha: guximin, qëndrueshmërinë, bindjen, stabilitetin. S'ka stabilitet, s'ka siguri, s'ka rahati në dynjat pa pas frikë Allahun, dhe s'ka xhennet pa frikë ndaj Allahut. Kodi, grada më e lartë, siç thot Ibn Taymija rahimahullahu taala, grada më e lartë e imanit është frika ndaj Allahut. E lutim Allahun që çdo frikë tjetër shërnjoset nga zemrat tona, Allahu ta mbjell frikë, respektin ndaj madhnisë Allahut. Në këtë ditë xhumaje, e lutim Allahun që Allahu na bën stabil, të qëndrueshëm në fenë e tij, të respektojmë ai që meriton të respektohet, të I bëjmë itat atij që meriton të respektohet. E lutim Allahun e madh ta mbush zemrën tonë me iman, me dashuri, me bindje, me sinqeritet. Allah I pranoft lutjet tona. Hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin. Fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.